Gjatë vizitës në Universitetin Katolik Zonja e Këshillit Mirë në Tiranë, ministra italiane e drejtësisë, Paola Saverino, është pritur nga rektori i universitetit, i cili bëri dhe një paraqitje të shkurtër të ofertës formuese të këtij universiteti, i vetmi në vend që lëshon diploma të përbashkëta me universitetet italiane të Romës, Milanos dhe Barit. Aktualisht në këtë universitet kemi 1659 studentë të regjistruar, nga të cilët 286 i përkasin komunitetit evropian dhe ku shumica janë italian. Ky universitet shënon një mjet shumë të madh të përhapjes së kulturës dhe gjuhës italiane jashtë Italisë. Nuk besoj se ka një institucion tjetër të ngjashëm, ndaj duhet ta kemi gjithnjë në vëmendje dhe ta vlerësojmë këtë fakt. Në fjalën përshëndetëse, ministri italiane theksoi rëndësinë që ka për të dy vendet shkëmbimi kulturor me studentëve shqiptar dhe atyre italian, si një kontribut i fuqishëm në rrugën e integrimit të arsimit të lartë shqiptar drejt standardeve europiane. Mi sembra che questa università meriti tutte le attenzioni dovute. Mendoj se ky universitet meriton të gjithë vëmendjen e duhur. Deri tani është folur pak për këtë eksperiencë. Unë shpresoj se numri i studentëve edhe italian që janë prezent bashkë me familjet e tyre të përkthejnë në Itali këtë eksperiencë. Unë e para do të jem mesaxhere sepse është me të vërtet një eksperiencë e mrekullueshme që përkthen dhe arrin të realizojë atë. Gjithnjë ka menduar që kultura duhet të ketë projektime ndërkombëtare dhe të mishërojë mënyrën e vërtetë të dialogimit midis popujve. Gjatë vizitës ishte i pranishëm dhe nunci apostolik në Shqipëri, i mësot Ramirio Molinar Ingles. Me këtë rast u prezantua nga profesor Giovanni Arkudi, edhe programi i ri i studimit master në mjekësinë ligjore, i cili do të zhvillohet në bashkëpunim me Universitetin Tor Vergata të Romës. Realizimi i masterit të nivelit të dytë të mjekësisë ligjore ka për qëllim të përgatisë profesionistë shumë të kualifikuar në fushën e patologjisë dhe antropologjisë mjekoligjore, të gjenetikës mjekoligjore dhe të toksikologjisë mjekoligjore. Masteri do të zhvillohet në bashkëpunim me seksionet e policisë shkencore të policisë së shtetit italian, me armën e karabinerisë dhe me ente të tjera kërkimore.